3 djemi kanë, 3 menujnë për jashtë me i. Qikën e kumë posë, e kanë lutë me hinë punë të. Ka i këthas du, thas më martu këtë, du më martu jashtë. Me në gjesë që unë herët, ta në bjeshkë me gjanë. E thë sytë qilet zemra, që ty mbyllë për vjeshkullë. As pasat zonë, tas jenë shkullë. Me një kushëriturin që tu i kem dhen, edhe dhi, e lëp, e bollica. Në fshatin Aqarev, ka dhuvajnë konë dhej 260 shpi. E tash dikun ekzistojnë, dikun ka 45 shpi, te 50 që nuk shkanë. Përshëndetje për krejt miqë min nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Aqarev të komunës së Skënderaj. Rrugës që ishim duke arë këtu e pam se ka shumë pak shtëpi në këtë fshat, por megjithatë ne po tentojmë që ta gjejmë dikon me na fol pak për fshatin e tij, se si është edhe çfarë veçori ka. Hajde bashkë me mua që ta takojmë dikon. Duke ecë këtu në rrugët e fshatit Aqarev, po shohim shumë pak shtëpi, po e kemi gjetur një banor me cilin po do me na tregu pak për fshatin e tij. Është Yusuf Bajrami me cilin e kemi rastin ta bëjmë një intervistë shumë të shkurtër në lidhje me fshatin e shumë çka tjetër. Hajde një bashk. Jemi këtu me Axhan Yusuf nga fshati Aqarev i komunës së Skënderajit. Axha Yusuf, faleminderit shumë. Me nërë kushi. Çfarë po kaloni? Pa e tash sikur në përkajt fshatrat, me bëjsi merrem, me blegtori që të me punë katon dit. Apo keni punë sa thuat? Punë ka bët, po punë pa pare jenë të. Punë të përdeshme, që për ditë të të melqo gjanë. Orës t'jep kërkush në akshon. A keni përfitime në fond? Po në fond, po do të me no për me pitu. Sa krer lopi keni? I kam 15 copa. 15. A keni shit në i herë? Po e shesëm për festa, për bajram, për... Për që të i shesëm. Sa e shit në një, për shambull? Ash me kilogram, 3-7. Sa duhet me kom për afërsisht një qmim? Vallaj, qmimi, që tash që shenë gritë, mërkotras për më kom, po nuk bëhet me full, se nuk është keqë, edhe 3-7 nuk është keqë. 3-7 keqë. Tregon pak jetën në fshat, që është me jetu në fshat? Fshat është me jetu është mirë. Me jetu, kush jetën në fshat është mirë, so në gjesë që unë herët, ta në bjeshkë në gjanë. E thë sytë qilet zemra, me dalë në bjeshkë nalë. Ajri i poster. Nuk është ajri i ndytë. Po, që me bo, e kanë shukë, të s'ka shkulla veç për vjetë që ty mbyllë për vjetë shkulla. Sa në zonë sa për afërsisht janë në shkullë? Ta përfëjnë veç, as pasat zonë tas janë shkullë. Në fshatin Aqarev, në shkullën që e keni këtu afër, rreth 50 zonë. 50 zonë, a një klasi ka pas 50 zonë. Një klasi ka pas 50 zonë, në kohën tënde? Kohën tam jenë kohën 50 zonë sa një klasë. E tash 50 zonë sa komplet shkulla? Këtë shkulla, kanë shumë fshatin krejt. S'ka shumë pak, veç që ty që këmi di, si që të të jena metë. Se në të tjera plogje që jenë për vërë. Sa rinj ka fshati Aqarev? Pak të rinj. Edhe këta që jenë të jikë për jashtë. Ty menu, 3 djemi kanë, 3 menujnë për jashtë me jikë. Jetojnë në Kosovë, po mendojnë me dalë jashtë me jetu? Ty punujnë klinë begut, po mendojnë me jikë jashtë. Qikën e kumë posë, e kanë lutë me hinë punë të. Ka i këthas du, thas më martu këtë, du më martu jashtë, me hitës, me kotë. Tash për më një thu ju. Qa menën të, a javlin me dalë jashtë, a javlin me punu këto? Ja, si javlin, po që tash kur thesh, javlin me punu këtu, po do të me posë pak, që me thonë, me konë sigurimi shteti. Me konë sigurimi që tash, a jem punë, të vrahën vend punës. Ka kriz djalli dërën të.
Qatë dit ja ka pagu edhe mos i ka pagu. Një muj e gjys ka nej në dërë, mos i ka pagu. Nuk e ka pagu. Se ka pagu, se s'ka sigurim. A i parët janë olë për sigurim. A bindën edhe ju vetë në herë kër i një fëmijët e ju të thonë që nuk ka vlen me jetu në Kosovë edhe këtyre medalja është. S'kini, ti du të më binë. Pashtë të shkujnë dje për jashtë, dhe në du të më shku mas t'yne, se ku me nej, plakna, mos rejqë edhe një. A ju marri për të djenë me vete jashtë? Pasha zëte, nashta na morin, nashta s'na morin. Për kohën që ka orë sot, çka me ndonë, do më thonë, kur rinia gjenë, do më thonë, partnerën e vetë, sa i respektojmë asaj Pasha zëte, print. shtëm pak i për respektojnë, ko tash 50-50. 50-50. 50-50 cunë është me thonë dhe që se respektojnë. Që tash unë i kam djemë, të 3 djemë të i kam, po mu më respektojnë. E kur ma respektoj vllon tem, edhe mu më respektoj. Po. E ju mu sot po më thënë hiqi këtu, po hiqë se s'dvyjnë. E ti i mon këtu sa Unë për... boj veç për vetë. Po. Edhe mu arë këtu vetë, më shku mas ty në vetë. E bën me qef këtë punë. Basha zëte shumë në vëllë. Po në shpitane, a punon diçka në borën e juj? Valoj punoj A punon e tokë? Tokë, punoj po është vllo, na jenë bashkë me vllo. 3 vllozë bashkë. A jetoni bashkë me një shtëpi 3 vllazër? 3 vllazër me 3 Edhe gra me fëmijë. me 3 gra, ata i ka na 2 ke fëmijë ma të mëdhej të rritën, një fëmija e mija të 2 të vlla, i treti ka 2 fëmijë të vogël, po na mos me pasë që ata 2 në shtëpi, pse çam më shku me nejnë. Sa antari bjen që jeni komplet në shpinë e ju? 13 antar. A keni në herë shumë së marrëveshje se është pak ajo koha kur Jo, vllazni jo jetojnë se e kema gjuhën e përbashkët. Që ai treti punon në Prishtinë, jem të mi punon në Klinë, kur vinë akşam lahën, handar, e morrin, babaki morrin 2 migjallartë, në kërë tonë bashkë në 2 kjerë, shkojnë pinë kafe. Pas që ju thëmë bësi merën. Po. Ma fortin gujnë migjallartë se mu. Tani kjo është për me jo ardhë mirë, po. U mund ma knoqën jo. E në mbeq për në shtetë, si jem për shtetë, si jem kërkushi, kërkën. Pse? Që s'kem uj me pi. A keni diçka që ju kam jetë pengë në fshatin e ju? Çka ju pengon diçka? Ujt nuk në gjë, bërlogin zvinë me morë, Është mujt njëherë vjasë bje me morë, pritujnë, ujësjelësin po të ujti, 2 evra gjysë i ki në mujt, vequrën që i ki, mu antarësu, që i antari e ki urën, 2 evra gjysë i ki me paguë. E ujt që 3 herë thiri fatën bobën drejt e urin, nuk në lëshë ujt me pi. Ujt. Se të në lëshë ujt një urë, s'pe thëmë shëra për dit. 24 saat një dit, shë një saat një urë. Që tërë të mu shumë do enë për me pise, për me lakin, që po kjo e rejka flesht kjo ljoni. Se ka ujra të zesme, ka përlëgje gjujtë shumë. Se në të, ujtë e s'ti pënori, se në. E që shja bani për me në kuqe të shëpis? Me plej. Me plej bidona me ujë? Me plej bidona me ujë, me pi ujë. është pak e fshirë. A i kështë ndru në herë fshatin e juj me dalë me jetu në Prishtinë? Jo, kur. Pse? Kur për jetë, as në Skenderaj, s'kërkun që shatonë. Po pse? Pse ojë e ndytë. Po nëse veç... Ma qëtë je këtu, qore, shkën në Prishtinë, unë i shku, kom nej, kom sa beta, kom bo gjëmë. Në fakës të më babet gjëmë. Zhurma? Zhurma, Tana, po kur vike njët natë që qotim kom. Kur vike maturë, ma marrë kemenja për të mi morë dhe banesën me dhe. A përsa që qështu kom? E tash, a mund është të që nuk një në vizë zëjtë një të... Po nëse veç të kishë ofru një punë shumë e mirë, që kështë... Kur hisë zdo punit, për në kam veteranit, me qaton dhe me jetu, dhe me qëtë gjanë, sa. Ma mirë me gjanë fshatë se sa me zhurëm në Prishtinë. Aj, ma mirë me qëtë gjanë, për tëtë, Jusufi për tëtë, ma mirë qëtë me qëtë gjanë, se më shku me jetu në qurë. Qërë kështë thonë në gjajë i rinis që dalin edhe braktisin vendin dhe Ta shë më një thu kur gjë kërkuj.
Rinia po i bëj apel mës me dalë, po s'munësh me nalë, se s'kiti këtu kur gjo. Mas pari sigurim s'kit punës. A do të thof, na kur erdhëm rrugës po pak shtëpi, po njerëz heq. Ne kam sa shtëpi on kon ma herët. 350 shtëpi janë kon. Janë kon. Janë kon, po tash janë asë shtëpi. E pam edhe rrugës kur erdhëm, e pam që shumë pak. Tash, jeni pe ty të kërkon zgjon të treni, se në stacionin e trenit e kemë fund katunit. Të zgjon njeri me vetë ku është stacionin e trenit. Shkojt këtë katuni zgjon njeri për qytyn, qëta, punë të urë qëta. Pra kanë mbet shumë pak njerëz? Shumë pak kanë mbet, shumë pak kanë mbet. A që so falimderit shumë për kohën. Respekt. Gjithashtu ditën e mirë. Falimderit, a na falni, ja? Jo, ta më puna, falimderit. Pak ma herët e patëm bisedën me Axhën Jusuf, ku na tregoi se në fshatin Açarev nuk kanë ujë, edhe pse kanë bërë ankesa të shumta, prapë është e njëjta gjendje. Megjithatë, ne ardhëm me pa pak edhe rekën se në çfarë gjendje është, po shihet se është një gjendje të tmerrshme, e cila po kundërmon edhe një erë shumë e rëndë, po shihet se kjo rekë ka mbet për mirim. Prapa kamerave, banorët e këtij fshati na treguan se një shumicë e madhe, një përqindje e madhe të banorëve të këtij fshati, si rini ashtu edhe më të moshuar, e kanë lëshuar fshatin. Disa në Gurbet, e disa edhe në qytet ose Skënderaj ose në Prishtinë. Aja vlen që fshati Açarevi komunës së Skënderaj me një histori shumë të lavdishme, të braktisë deri në këtë mënyrë, ato nuk e dim, por e dim që komuna e Skënderaj pas ka punuar deri më tash shumë pak për këtë fshat. Në fshatin Açarev dhe pas intervistës që e bënë me Axhën Jusuf, ne po tentojmë edhe me gjetë edhe dikon prej banorëve të këtij fshati, edhe pse po është shumë e vështirë me gjetë dikon, po megjithatë ne kemi me tentu edhe me po edhe në lagjet e tjera të fshatit se kanë mundemi me gjetë. Çka mundemi me po në këtë fshat dhe çka mundemi me dëgju në këtë fshat, na tregojnë veç banorët e këtij fshati, me të cilën do ta kemi mundësinë gjithçysh me gjetë dikon. Duke ecë në rrugët e fshatit Açarev këtu në komunën e Skënderajit, e pam edhe një banor me cilën na ka prit në shtëpinë e tij. Është Selim Mani, me cilën ne kemi rastin ta kemi intervistën. Axha Selim, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, u gëzofshë që keni ardhur me na vizitue. Faleminderit. Respekt për juve, si gazetar, si qytetar, si njerëz që ne ardhur me na po ku po jetojmë. Me po pak fshatin Açarev. Me po fshatin Açarev, tregova që Açareva ka pas edhe njerëz dijes, po edhe njerëz luftës, po edhe ka qenë fshati i madh, kanë mbajt bakti, kanë mbajt lop, dhan, dhi, shumë. E sot apo mbajnë ata? Sot vetëm 2 shtëpi poshtë që atje janë, si mbajnë dhan, edhe dhi, e lop, e bollica. Unë që to, me një kushëriturin që to i kem, tjetër kush, edhe një poshtë ma poshtë të i përviqë edhe i ka pak, ju kretë. So shtëpi pak a shumë e gjenë për afërsisht se janë në fshatin Açarev? Në fshatin Açarev, kallëzova në kohë deri 260 shtëpi. Si fshat 260 shtëpi. E tash dikun ekzistojnë, dikun ka 45 shtëpi, te 50 që nuk shkon. Ne patëm rastin pak më herët edhe me një banor tjetër mu taku, na tregoi që shkollat, domethënë këtu në fshatin Açarev, ka shumë pak nxënësa. Sa është pak shqetësuese për fëmijët e juve, nipat e juve që kanë vazhduar me jetu. Po është, a di përsa është. Një ditë që unë i kam 2 nip edhe mesi kam, edhe gjysh më na quar deri në shkollë. Para shkollë, a din veç se si ka ardha, është 5 vjet, hala si ka mosh 5 vjet, edhe i kom marrë kom çuni ditë. Po më kënaq zemra ditë kur shkova ato. Më priti aja edukatorja shumë mirë. E thash patën dëshirë më orë, tha po pse si ke prunë? Thash po këta si kanë bo vjetë hale, e më preten mirë, e me tanë ato lojnë ato që na s'kena ditë, na kena lujt me topat hornit. Nuk kena lujt me topa si sa që, ka topa, në bërtemin gjithë njonit. Edhe i mora i qovën, ja 2 ditë i kom quë. I kom fëtë në telefon që do. Po i mirë, ata thmi si, po edhe mu më dok mirë se shamë të bëjë, unë kom kryjë që ato klasën e 6, se kom kryjë në Açarev, 7 dhe 8 në Likafs. Kom mes në Likafs, që më shkur 7 kilometra një rrugë, edhe 7 kënena 14 kilometra i kom bo për me shku në shkollë. E unë me kërë, shamë të bëjë i marë.
marë ta nipat e i qova ato, o gëzune, patën qefe, po pak, shumë pak në zonë, sa. Shumë pak, jenë mit pak. Me siguri atëherë duket qësh një sekretara është, kushëri jemi, është dalin një Mësli Hoxha, dikun atëherë kanë qenë dikun ka 400 gjërat në zonë, sa. Te 500-shi, jenë konë, kur të kalë tregova që jenë konë 260 shtëpi. E tash ju, tash jenë mit pak shumë, edhe ishin këtë mësuse, të përpora tash, adin na kena pas mësusen, në klasën e dytë më ka mësue Zyhra Jakupi, mësuse e me thonë tash, une jem 58-ën, 7 vjetë kër i kom pas, më ka mësu që e mësuse, e Aqareve s'ka qene. E tash ish plët mësuse, adin më të kënoq zemra, plët, adin e të shkollume, të edukume, të respektume. Tregon pak që ju do këtë fëmijëve, nipa këtu, mesa këtu, a këto fshati Aqare për me jetu? Po këti një duket, sa e në vogël i duket mirë, se fshati është i mirë. Po kur të rritën, a mendon që edhe si rinia që tash për tash e kanë shumë fshatin, se e pom që shumë pak banor ka, a mendon që ka marrë koha që me u largu edhe këta prej fshatit? Po me siguri po, se për shembull tash qeja që tregova i ka ardhur koha që ashtu se të cili edhe ti cilit ven je, edhe ti në qatë ven fshambu ta bëj fëmija jëtë ka dëshirë me shkue. Inshallah shambu ta bëj qështë po thuti është, edhe ata më ardhë, masi desëm na, shambu ta bëj shkujnë edhe 50 vjetë, 70 vjetë, 100 vjetë, shambu ta bëj, dikush del Skenderaj, dikush është në Gjermani atje, po verës, adin, kanë dëshirë se cili morë vend vetën, me po venin ku ka jetu gjyshi, së gjyshi. Po. Apo mendojnë që shumica një pjesë dërmuse njerëzve po dalin jashtë Kosovës me jetu edhe, çka po mendon ti, a e gjenë vetën ma mirë në Gjermani, apo ja kish vlet me najtë edhe në Kosovë me jetu e me punu? Unë e kom qenë edhe në Zvicër si turist, po edhe në Gjermani jem konë të djemët, jem konë. Për shembull të Gjermani, punë shumë, edhe pak parë, nuk ka parë në Gjermani që shka qenë para 30 vjetë, kur u ka marka, atëherë ka pasë vleft, gjithë se shkofi, tash nuk ka e vleft, e atë një djelve tunë që i marrin pare, nuk ka vleft. Po, me dosht, si kuna shumë tjerë që ja bojnë, shampo ta bëj mordë, me qilë një fermë, shampo ta bëj, më morë, me ljap, shampo ta bëj, më morë me dele, me dhij, si shumë emisione, një vend këtë e përzarini, pula që i kishë bon, për shambull, një 18 vjeqar, një 16 vjeqar, 2 vllazni, se më interesujnë ato punë mu, se u mbrejnë për djemë mitit e për një pat mitë, mbrejnë ato sene që i shorë shambull ta bëj, edhe ku kishin mrinja ata 4.000 copa pula. Ne kemi bërë storje bashkë me ata 2 djemë 3. Allah ile! Po, si ka një javë para që e kemi bërë storje me ta. Shumë më pëlqej, shumë. Po të më thonën, me dosht e me gjithë venën, me gjithë vetën, vend vetën gjomë më mirë nuk ka. Se qëta fëmi, qka shkujnë në Gjermani, djallit temet, vllaut tanet, se be pa vëtu, ata kajti jesin atje, bre, kajti jesin ata. Nashta shumë e gjejnë vetën në rinia në fshatin e tynëve që jetojnë edhe e qelin që po thutin në firmë për me punu me bujqësi. Nashta e nxjerrin një rrogë shumë atë mirë, nashta se në Zvicër që shë thajshin edhe ata vetë. Po qashtu edhe, ju i një kanat e mision, ju lumët. Se shumë, adini, mu më knoqe e zemra më knaqë kër i poshtë. Njërë po të rritit bre, shumë ju ka bon, shumë da thonë, si kuna një ves, me thonë veç të më shku në vjashtë. Një djale kam, ka najtë 1 vjetë në Gjermani, me do letra këse, me thonë, Slovene, 1 vjetë, mothet nuk shkoj kur. Oshtë në ndërtimtari, është në Klinë Begut, edhe ajtu i punu në Klinë Begut, është një firmë general thirët më zga bosha, ka pagesën e mirë, ka lehen për kamion më mëdhej, edhe në ndërtimtari, ja rrugë, shapo ta boj. është i kënaqshëm, po të më thonën me qatë rrugë që ja merë qato. Aja është, po të më, dhe një i modhe, aja punë në ndërtimtari në Prishtinë, edhe aja ka gjithë ka thonë që unë nuk dalë pe Kosovë. Nuk dalë. E kë u konë, e ka provu 1 vjetë, dhe të më thonë edhe kë,
Mothët shkojtë në Gjermani, letat po me dhonë, letat komplet me shku të vllau atje, të vllaznijës, 2 djemë që i kam në Gjermani, thëtë nuk kom të dëshirë me shku. E vërtetë. Punon ndërtimtari, qatë banese këna ble, kur të kësmet, shamë po ta bëj, qamë më po qështu. A gjna përshohim që jetu punu edhe këto kutijat ju mirëni me blegtori? Po, me bletëri. Rego ma pak që bëni punën me blegtori këtu në fshat? Me bletë është veni mirë, është pishini vetë, kullosa, mjolta që bohet pe i shekit lullë të. Shamë po ta bëj, kur është që e ka kuhën kia me punu bleta në të vlen. Nuk guzën fëmija me dalë që anene, është edhe moli, edhe livadhet, është mjollët e mirë, mjollët e mirë që të dhash sojres me dha prunë dhe mjollët. është veni mirë, është për bletë është veni mirë. Nuk stërpikin këtu, si kuna për shembull në tjerat vene, apo dhe që ka për shembull nuk bëhet stërpikja, se i dëmton stërpikja këtu bletë. A dhe me kom për shembull me që shokon për para, nuk të kanë tregue kur ka stërpik, për shembull, kjo pjesa mas që kënenaj është malishgoni, i klinës. Ato, unë e majmen me aeroplanu stërpik aja tuk. Vi ku kthej ka aeroplani ka na e bëjke stërpikin, po bletorve ju ka dzeke mshel një blet. E ta shkona një për shembull, po qitu të na ju shumë, e ka për shembull dikush që i bëna stërpikin, të jenë për blet është e dëmshme, sa aja elim është aja. Përveç me bleta merrni edhe me diçka tjetër? Po i kam lëpt, ai pove lëpt, i kam 7 copa, i kam lëpt, mjetët e punës i kam, shë ato tiganin që shkepi faren, plehin, i kam ato grabujat helikopter, i kam me shku prej afër me i po? Po. E këtu e kam një shtallë vogël e kam, kam garordën, tu të kjerët e kam garordën. Edhe mjetët e punës i pasni këto? Po, i kam. Tu e kam shtallën e kam. E kanë me ujë. Me ujë e kanë merë në sistemin e ujët. Shamë po da baj, me rrym. Tu i lëshaj. Djali i lëshaj. E kanë në ati dritaret kiper. Vetë të kumë punu krejt. Krejt me qatë djallin që në Gjermani e kena punu vetë. Thjesht po, pe i mojmë dhe gjonë që tu, mi se po jem fshat, pe ja vlen. Me ongër, mishin qëfore e qëtë dura jeme, qëfore. Ky i ko, 4 muj i ko. Ky i ko 4, a i ko një 2 muje dishka. Po ky është shumë i rotë, se sa i nuk është i nekcis. Ky është. Qitonë që tash me e qilë pozorë veç Facebook, me qitë sonë s'kam veç një djollë, ky 1000 euro i panë. A i tjetër është ma i vogël, a ky është i klasës spor është. Edhe ato lëpt i pove vetë, ato lëpt që i kena ato ketë krejt tracës. Po i shojmë agje dhe ka pjesën e blegtoris ku e punane. Po. Sa blet i keni? Tu i kem, po i kem një 30 copa, blet. Këtu e kam një vend tu, teri mishin e kam tu. E kam në keramika, krejt, me dretare, me dyrë, plastikës, po, krejt. Këtu mjetët i kam punës, shamë po ta bëj me plogj, me trenirash, me kësi valjak, me frezën e kam, qati e kam frezën, një garosht, një vlog. E kam frezën, romin e kam, blet, veni mirë është për tu, me punu me tu, unë e kam marak, pej luftës e knenaj, pej natën luft, një djallë më ka gjetë një blet, edhe mo me që ato i morë. Nuk e kellë shumë këtë punë me blektoris. Kur. Kjo ju banë muni mirë, edhe për me jetu këto, edhe për ajrën e pasër që e keni. Po, ajrë është shumë i pasër, ajrë është i mirë të na, është ajrë i pasër, ka, shambo ta bëj, për natyre, për... E tash ne kanë prunë, ta na kushtet, ta pishe krejt kushtet i kena. Veç që nuk dojmë me ju morë qësoj pune, se rrugën asfalt e po dhe në bërë. Rrymen e kem krejt me tela, shamë po ta bëj
Kejt me shtyllat betonit. A keni ujë këto? Po, kem ujë ball. Se në pjesën poshtë fshatit edhe na tregun edhe banor që nuk kanë ujë. Ja, na kena ujë dhe tash mas një kodrë që atje e kam ujtë me ra me të lirë. Aja qeshmi atje është me ra me të lirë. Po. Këto na kanë që 2 vjetë, na kanë marrue, na kanë qelë pej komune, një djallë ka aplikue, pej komune na kanë qelë një shoqat arabe. Po. Ato zotë ishë përblevë sa ja 100 metra është që të bunur. Edhe bunari. 100 metra është me ceva, të ngushta. 100 metra. Uj deri 5 ore gjys kur se kum nolë, kum vadit. Që atjena që ku kum sisterin atë pshek, ku në sisterin atjena. Po, E kum pa mjell një pjesë kalama që e pasëll, deri në 5 ore gjys se kum përvue, ma shumë se kum përvue, se atë të isha raketa, po dhe më thonën, uj së të dush. Një kam pe reke, atje në shtallë, e kam pe reke, atje kum qelë vetë. Atje me rakete, me kanale kum pague, kret, e kam uj kem ball. Edhe një vlau që të kum posa, e më ka dek. Vjetë, edhe aj që të ja kanë qelë, vjetë ja kanë qelën, i ndalë të pit ujtë. Si u dek aj vlau, të një 2 djelë të i ka, aj 2 i ka në Gjermani, e u dalë të shimet veçën që të. A është regon pak qyshe shef jetën mas 10 vjetë? Jetën mas 10 vjetë? Unë që shë për të më thonë, për rinim, se unë në thas, unë që jam hish. Unë, po thëmë, se kësha pos qef, u konë një plak, një basi haqe, djali mi zbobës tem, dhe ke kësha pos qef, dhe ke, me qitë dhe ke krytë, dhe ke një herë më qute të vore, me thonë mësi që shpët doket. Edhe më kësha pos qef, mi po, një herë, pa e sështë e mërshme, po, mi po të lullëzuk i vend të, po. Diri që tash apo mendon që e ka marrë Kosova pak jetën me punë, me veprimtari, me fabrika për rini ton, apo nuk kanë mujt me bo diçka shkak që edhe po dalin rinia jashtë vendit? Qore, përpora ka qenë Jugoslavia e përpashme që konë. Aja ka pos fabrika, aja ka pos. Kosova është shteti vogël, veç sa u formu na tash pidim, për shambull të pej 99 që mas luftë e knene, dej 2008 që u formu shteti, nuk mundet një shtet i pos sa formum, shamë për të bëj me mërinja, tu kemë qef na. Po. Se jem shteti vogël, shteti vonë, shamë për të bëj. E atu nuk ko mo fabrika që i ka pos shteti. Mo është sistem kapitalist është. Ndash me morë, më punu ki më bon, bës ki më bon. Po s'punove ki me met. E shteti tash nuk prit. Shamë për të bëj për shteti me të afruhe rrugën, me të afru ujë që ujësjelësin edhe ujësjelësin e kena. Po s'kur s'na vjen ujtë. E që ato sene me ti për muhe, shamë për të bëj shteti që nona jem ka morë ujë të reka. Nona jem ka lo tesha, e ka qitë drongun këtu, në krah, në midis drunit, tesha në keton, tesha në tonë. Te ljumi atje u shkue, e ka lo teshat, sëtë maqinat tana janë. E enve, e teshave, me qka ko, me rrym, me bëjlera, me krejt. Pa të nëmër nuk i kina pos, ta shi kina të tana krejt. Edhe pilshojnë apet. Tash zvonë mua në ku. Valoj, aj një që janë kuat, për që të sene që tash me pas mundësimi mi rej. Se tënat mirat e Zotit ne ka quë, tënat mirat e Zotit. Vesh me punue, tënat mirat e Zotit ne ka quë. A e ki një apel për fond për rinin që e lëshojnë Kosovën? Valoj, unë kësha apelue, shamë për të bëj, se cili me nejnë vend vetin, e mu punu, me qka të mundet, mu morë, e mës me lëshu venin, se mo ata fëmi tonë të huku. Ata jesin si ku na shamë për të bëj dë breza ma përpora që në shku në Gjermani, po atër që kanë morë grotë. Atër ka punu në Gjermani edhe i ka mojtë familjen këtu. Po pej mas 90 e knenaj, ki plët generata që mo ata martuhen atje, unë e kom një pa mesa atje, martuhen atje, nuk kthenë mo. Edhe djallin e kom atje. Unë e kësha thonë, ju, me shku me punu, deri sa të bëjsh një bazë.
si të bësh një bozë, këtheu për në Me Kosovë. investu në vendit e vetë. Këtheu në vend tonën, këtheu në shanë për të bëjnë në Kosovë, mos më bon shtetasi në Gjermania, Zvicra, Franca, Italia, po me konë Kosovë, se dikur ko marrë një ku, shanë për të bëj, kur e lëshojnë kretë. Shanë për të bëj, qka, mu barazu na me shkit Mitrovic, sa konë në tonanine e Serbë, që ko, mu barazu me ta me metë pakic. A du të me posë gjithmonë, shanë për të bëj, me këtë vend, me popullu këtë vend, që kanë hjek baba ju në babgjysh e katra që tu në të gjdo një shqiptar që ka jetu e mënyrën më zëshma tërë ka jetu e, po se ka lëshu venin, Që atje, baba më ka thonë 500 sopadhi kanë mojtë dëshpia tyne që atje, ju krejt veç dëshpia. Edhe ku fizohet për të mo, mas që atje është e korudha, treni është, mas që aty në shpijave atje. Edhe për atë kodrën në nenej, e për qitë kodrën që kënenej, edhe dejte që ke kodra që konë, edhe dejte një shpijë në malë, është një kushërinit në malë, ata e ndalë fushë Kosovë, që kjo është si fshatë. Kanë jetue, të kalzova 260 shpije në konë, kur gjdo vërën për gjdo hap ke pos fmi, gjdo hap ke pos pleqë. Tash, Shqibre tash, markerën, shamë për ta bëj, shkova në brimora dhe spesës e komserën, mbrapa shpija një nej, e shkova, edhe kur në rrugë që atje e posh një plak e në ola kjerën, e fulla me ta. Pas se mo kërkun bre kërkun, se mo plakas, se mo kërkun në nëse që. A që falimderit shumë për kohën edhe Falimderit krejta e për juve shumë, falimderit e nera ju rritë. Ishte i gjithë ky materiali përgatitur këtu në fshatin Aqarevës në komunën e Skënderaj. Nëse keni dëshirë na takoni në fshatrat e juaj, na shkruani në koment. Nga Aqareva deri në fshatin e juaj, mirëmbrëjtje.